ligjet e Kosovës dhe kushtetutën e Kosovës. Po ata kanë më kthyer dhe kanë më punu me ligjet e Kosovës, pa të shtuar sot çu po mendoni. Po mendoni se ata mi të busë veri, po është absurde. A janë listë serbe? A janë listë serbe? Ata janë shtetëror, çata kryetar. A janë listë serbe? Po çata thashun që ne do të bërrorë dhe karrotën. Ne do karrotën se ata janë shtetëror Kosovës, ata këtu në territor. Dhe nga karrota që ata do të më kthy, do të më qeverisë lista serbe. Çfarë që këtu certifikohet, ata që kanë këtu vota, që kanë votuar shtetëror serb, të s'mundom javë. Po jo po janë ndalojna, na po janë ndalojna. Në kuptimin ndalojna të ekspilojna, nëse kelon çati. Kuptimin juridik edhe nxjerrë të kalume, se të kanë komunale, sinatu nacionale. Juridikisht s'mund të lista serbe është e njëjta, e njëjta fytyrë, ai nuk e ka një fytyrë tjetër, zgjedhje komunale edhe zgjedhje nacionale në tjetër. Është e njëjta. Domethënë është e njëjta. Mirë, po qeveria e Kosovës, po ashtu gjatë tyre 4 viteve kena arrit me marginalizuar listën serbe, kena arrit me bëu të parancshme. Lista serbe mos vendos as kush më kom kryeministër, as me shantazh edhe veteranët keni njëjtë pogës minimale me listën serbe. Le mos e vren tema. Veteran që gjinde që kanë ndonë atë që ngonë që në zjetë, jo këtë qeveri. Lista serbe është marginalizu, edhe listën serbe na duhet me marginalizu politikisht dhe juridikisht. Me bëhet para që shpet, kanë me fituar në kuvend, nuk kanë me marrë pjesë qeveri, drejt sa disciplinohen, nuk kanë me marrë pushtet real në Kosovë, drejt sa disciplinohen. Do të më unë pajtona që do të më disciplinu listën serbe. Do të më shtin kodër sistemi juridike të kushtetutës së Kosovës. Do të më fund sistem. Deklaratat e deklaratat e ambasadave, qysh i komentojnë? Mendoj që qëndrime e ambasadave janë qëndrime politike. Ata s'mundën me thonë